Shtëpia e madhe Zico Company e ndan çmimin special. Në realitet në për vite, Zico Company ndan çmimet speciale dhe do të ftoj në skenë drejtoreshen artistike të Zhurma Show dhe të Zico TV Edona Memini së bashku me Chris Rock për të ndarë këto çmime. Kresën ma e zoja. Arsyeja që e kam edhe Chris Rockun sonte me veti, është se kemi fillu një bashkëpunim me Icon Agency. Përshëndetje gjitha. Në rregull, mu nuk më takon shumë me fol për Zico TV, 20 vjetorin e Zico Company e krejt këto, kështu që Chris nëse kemi folti na i sen. Ose veç pi... Vetëm për Zico mu i me thonë, s'kam pas shumë lidhe me shqiptarizëm për para, sepse si ka shumë kohë se kam mësuar në gjuhën shqipe, por Zico e njoft tash 2 vjet. Më thonë, këngëtarët se janë këtu nuk i njoh përgjithësi, po ata si njoh nga Zico, do më thonë e pas kanë bërë punën e mirë edhe kaq. Inshallah edhe 20 vjet më shumë. Veç po du me ju thonë krejtve që jeni këto që po dokni shumë bukur sonte, ju përgëzoj gjithve. Faleminderit që na keni nderuar dhe keni ardhur. Faleminderit familjes Qena. Faleminderit shumë. Faleminderit Blerim Destanit, faleminderit Patrick Noa. Faleminderit gjithë tjerëve, faleminderit ministrit Bajram Rexhepi, faleminderit shumë që keni ardhur. Çmimet sonte nuk dalin me i dhon Pali edhe Tina, që i dhanë deri tash, po kam na i sjell Graniti se nuk i kom dhënë drejt me fol, mos se ka fol shumë te pitkoq. Okej, Zico TV femër ka me shku i pari, kështu që Krisi le ta ndonë, pja e knatësim. Gresa Beluli, faqe Faleminderit shumë, ju përshëndes gjithëve. Ndihem shumë e vlerësuar me këtë çmim që marr nga një televizion i cili tani më ka krijuar imazhin e vet dhe këtë imazh po e forcon akoma më shumë me këtë eveniment i cili tani më është tradicional, Zhurma Award. Faleminderit shumë familjes sime dhe më shumë ti faleminderit nënës time, Shkurte Fejza, e cila më ndihmon çdo çast jetës time. Faleminderit shumë.